opozita do të më rujt këtë energji kundër Serbisë, jo me luftu Albulenën. 4 deputet të jenë të përgjithshëm për me kalu këtë ngërsh të konstituimit të kryesisë së kuvendit. Kështu që për neve është jashtëzakonisht e rëndësishme që kur të vish si deputet do të me votu dhe që është puna se cilë deputet. Apo dëni më bu kuvend, Shqipe Selimi... A banë më le më cilët medium jete? Raportën një sekundë. Pyetja jote? Shqipe Selimi, Na e kemi kandidu Albulena Haxhiun. Nuk ka vërejtje kërkush as për juve, as për qytetarëve për Albulena Haxhiun. Është e pa arsyeshme me dol me të qëndru kundër. Unë mendoj që opozita do të merujt këtë energji kundër Serbisë, jo me luftu Albulenën. Kryesia e kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje, PDK-s, LDK-s dhe dy anëtarëve të komuniteteve pakicë. Pra, kushtetuta e ka caktu që kryesia e kuvendit i takon krejve bashk. Te qeveria ka thonë fituesi i ko 2 ofdit afat për mi bo numrat. Nëse si ban, i kalon personit të dytë. Prandaj, për neve është me rëndësi kush është bllokuesi. Unë pra po tham, si deputet e lëvizjes vetëvendosje, unë kom ardhur dhe po votoj për. Apo votoj. Po tash qytetari ndeshkon ato që nuk voton, jo ato që voton. Unë besoj që këtë ndodh. Po nas do të mi prit. Pyetja është mja bo opozitës pse jeni të ardhur kur s'votoni as për as kundër as abstenoni. Cili është roli i deputetit që vjen këtu, quhet mëngjes edhe nuk voton. Edhe jena të fol për komisionin. Këtu as komisioni s'u kalu. Prej para 48 orëve, është ndërmarrë ndajve prej lëvizjes vendosje që më u parafru me dikën që më mund me gjithë në zgjedhje. Po, do më thonë, une tash jo 48 orë, po më thamë, rrafsh para seancës, po i baj thirrje gjithë deputetëve të opozitës për me votu dhe me kalu këtë ngërsh, për shkak se kryesia i kuvendit na takon krejve. Po, une, qysh edhe pibani publiki ju lojmë ku na po diskutojmë rana kuvendit Republikës. Unë i baj thirrje çdo herë sa të vi, edhe Besionit, edhe Arben Goshit, edhe i baj thirrje tash edhe piktuit gjithë deputetëve të opozitës për me votu. Për shkak se është e parasyshme, unë di që janë fut me një udhë pa kry, njëjtë për mja kujtu juve të verifikimi mandateve ku patën hipa kry aty edhe pastaj e ndërru mendim. Unë mendoj nuk ka morë me ndërru mendim, është morë me qëndru në pozitën që jemi, edhe e vetmja pyetje se s'pja bani është LDK-ja, a ka postu me 8 prill dhe ka thonë që na nuk do ta pengojmë konstituimin e kuvendit. Pse s'pja bani pyetje Lumirit, pse ke rrejt atëherë? Pse tash ti pe bllokon? Pyetja, do të thonë kur zhvillime globale është nuk ka unin me konstituimin e kuvendit. Qysh bre, shkon kjo fillë s'pjavnin. Iranin po do me lidh me kuvenda, kush s'është? Po kujna s'pjavnin? Me besimin që e keni marrë prej qytetarëve? Ani, s'pjavon pyetje vetë. Po unë jam të votu. Po jam të votune. Po e ke zgjidhur. Apo votoj unë për? Edhe jo keni zgjidhur. Po po e kena zgjidhjen apo votojna për? Zgjidhje keni sipas Po është pyetja, vishpata me pyetjen. I noti në tjetër. Jo besoj është punë i noti. Na kemi propozimin ata kanë neve. Kushtetuta ka thonë, kur ju ka rro këty në taman, e ka ndrejsh vetit. Tash neve për na bjen propozimi dhe akt gjykimi gjykatës thotë propozimin me bo lëvizja vetëvendosje. Na kena propozu. LDK-ja ka dol ka thonë jo më herët që na nuk do ta pengojmë konstituimin. Tash kush do t'u e pengu konstituimin? Jo të gjithë. Ti ose s'kupton ose s'marr vesh këtë punë hiç. E çysh e pengojnë që votoj për, a? Është njëjtë, po mos gam. A është njëjtë sikur unë që votoj për siguraj që ka thonë votoj edhe pastaj s'po voton. Kush do të rrajt këtu? A është njëjtë? Faleminderit. Domethënë afove nuk është njëjtë. A përshet që vetë e gjetë vetin rand. Nuk e gjetë vetë. Po e gjetë vetin rand. Vesh do lëm shumë e fol edhe pyetën një kohë.